processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar me vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionin 104.1 tek Musafiri në studio, ku për sot kam të ftuar Ganimete Ademin, sociolog, njëkohësisht edhe kolege këtu në televizion. Ganimete, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se gjetëm, faleminderit. Faleminderit edhe nga ana e juaj. Do të flasim për ndikimin në rrethet familjar në raportet bashkëshortore, të pas parasysh që në kohën që po jetojmë, kësi problemi jemi mësuar me dëgjuar pa vjehre, musja, reja, më thash për probleme që kanë qenë e dykoshme, por nashtat më të menaxhueshme, ndërsa tash qysh në problemin e parë kemi plesaritje, krisje, ndamje e kështu me radhë. Çka i bie rrethi familjar pak ma shqipni se mund të themi. Kush është në rrethin familjar? Se tash përshtin burrit dhe gruaja dhe fëmijët, jo edhe nona dhe baba së vjehria. Në fakt, e kanë plesht, kanë një thonje që thonë kërkon lisi se ka banë, gjithkush për dika ka ardhë. Dhe është të thënë në mënyrë metaforike që dë bënë me nënkuptu që së cili individ, pikrisht e familja bërtham që të po e thu, ka së cili individ i saj ka edhe një bazë paraprakisht, dhe më thonë një familje tjetër, që dashtëm, zdashtëm, ajo është pjesë e jonja. Dhe më thonë këtu nënkuptohet e familja e gjërë, ku hynë edhe hallat, edhe gjallart, edhe dajat, edhe tezët. Do më thonë indirekt familja e grus, po edhe familja e burrit. Pa i përfshi këto prind, gjyshen ose nanën edhe babën e grus ose të burrit, që unë e konsideroj edhe natyrisht që janë pjesë direkte, do më thonë, e qiftit. Pavarësisht që quhen, do më thonë, familje e gjërë, kur janë edhe ata pjesë e familjes, unë me gjitha të konsideroj që ata realisht veç janë familje. E tash çfarë ndikimi ka ky rreth shoqëror, po mendoj ky rreth familjar në raportet bashkëshortore, padyshim që ka një ndikim të jetë fuqishëm, që na herët bën me mendu që ose mund të jetë bekim për çiftin, për bashkëshortet, ose mund të jetë, me thonë mallkim është e vrasht, shumë e ranë, po, edhe muj me usulmu, po ose mund të jetë barë. Do më thonë këtu del në pa a ndikimi pozitiv ose ndikimi negativ që mund të ketë ky rreth në një lidhje martesore. Pra, për dhe ka me të kalumën tek ne që kanë thonë qika kuna është djali kujtë është, sepse për familjes mirë del edhe nusja ose dhondri mirë. Gjithsesi, nuk ka thonë edhe rasisht, pavarësisht që s'jam teologe, nashti nuk më takon do me thonë me hinat pjesë, po thonjet profetike gjenë vend në secilin profesion, edhe në secilin qasje. Kur ka thonë Muhamedi alayhis salam, vajza edukohet 20 vjetë para se me lindë, sepse ka një nanë të edukume dhe ka një familje të edukume, do me thonë pikrisht që aty e ka bazën. Edhe natyrisht që kjo e vetmja që është bë dikur, e që i zhdasht me qenë edhe sot, e ka pas bazën shumë të fuqishme dhe shumë të bazume. Megjithse, ka raste kur prap po kaloj dhe më thonë të ato thanje që thonë prej Skenderit del Beteri, edhe prej Beterit në herë del Skenderi, do më thonë ka përjashtime, gjithmonë ka përjashtime. Mundet me ndodhë që familja me qenë shumë në rregull, do më thonë në aspektin e moralit, në aspektin e një imazhit të bukur edhe një imazhit të mirë, po megjithatë dalin individ caktuar që din me e deviju rrugën. Veç mas në kohën e sotme kur nuk është i vetmi institucion që ndikon në edukimin e fëmijës, në edukimin e të rive dhe në përgatitjen për jetë, nuk është veç familja. Tash i kemi mediat një faktor super ndikues që e përgatit individin për jetë. Do më thonë e kemi një ndërhyrje, po që nuk po dalim, po shpesh herë dominon familjen, pak me u tregu prindrit ose rrethi neglizhent, atëherë veç fëmin ta merr kjo fushë. Një fëmijë më shumë rrin në telefon se sa në komunikim me nonën ose babën. Fiks, ma shumë kalon ku atë. Po për mos me deviju temën, do më thonë po kthehemi të ajo që gjithsesi do më thonë duhet me qenë shumë faktor, po mendoj shumë i neglizhuar që një familje që i ka çdo predispozita me qenë edhe mirë, edhe do më thonë me standarde të rregullta të moralit, nuk besoj që e lejon prapë që të farë ndikimet e jashtme me godit qatë shumë individin e tëne sa me dalë krejt prej rrugës, po mendoj që
prap është në rregull dhe ish dashur me qëndruaja që kanë vetë dikur ka i ka dajt, ka i ka tezët, ka i ka hallat, kush është me i përcjell domethënë faktorin gjenetik me ditë me ka po miqasona. Shpesh po ndodh qysh është mundur çika e filanit ose filanës me bë çështë ose djali. Pra familja nifet si familje konservatore ose fetare ose e ndershme, por çika dhe djali dalin këtë jashtë asaj që është parapobili. E po tash fatkeqësisht, po them, është ky faktori i tretë që po na ndikon, sepse dikur kur fëmia ka lujt në ambient jashtëm, domethënë ka qenë jashtë shtëpisë, ti që atëherë e ke pas një lloj rezerve me ka po rrin, me ka po shoqërohet, ku pe kalon kohën. Tash fëmia fizikisht është mrena dhe ti nuk e din se me ka po flet, me ka po rrin, me ka po shoqërohet, dhe me ka po i ndan mendimet, edhe prej kujt po ndikohet. E domethënë që kjo është ajo që të bën me kuptuar që të farë dalja e fëmijëve jo me sjellje të hishme, ose me sjellje që i plotësojnë pritshmëritë tona, dalin prej familjeve, sepse është çaj ndikimi i tretë. Cili, po më vazhdo. Jo. Cili është ndikimi i familjes dikur dhe sot? Për shembull, dikur, nëse mund me thonë fatkeqësisht, çika, nusja, vajza, dhe nëse i është nështruar zullumit padrejësive, s'ka dalë pa lejen e nanës ose babës. Sepse ka qenë ndikimi më i madh tek gruaja. Sot sa ka ndikim këtë rast, dikur dhe sot. Pra, po nëse kthehemi mbrapa para 20 viteve ose 30 viteve, me sot që çika dahet, ndoshta dhe baba se din që është nda, veç të ty nda me burrë dhe kaq. Këto llojet e prindrimit që tash po i klasifikojnë studiuesit, najherë unë bën me kuptu që ai lloji prindit autoritar, sikur po zaventohet me llojin e prindit liberal që tash. Edhe na si shoqëni kena çalun këtë pikë. Domethënë, sikur secila shoqëri ka nevojë për një kohë të caktuar gjatë tranzicionit për me mri, domethënë me e rujt ekuilibrin. E na duket që prej një sistemi autoritar në familjet patriarkale, nuk e kemi kalu një mes hiç, edhe drejt për drejt kemi kalu një sistem nështë komplet liberal që nuk e din kush se çka po bëhet. Edhe kjo tani vjen si, domethënë, çto ndarje, që kjo mos njohuri, domethënë që po thuti e prindit nuk e din që ju ka nda vajza, vjen si pasojë e kësaj. Domethënë një liri e teprume që nuk ish dasht me qenë. Çdo institucion, e familja është institucioni më i rëndësishëm shoqëror, duhet me pas rregulla, duhet me funksionu me rregulla. Në një familje që dikush ndahet, divorcohet dhe prindi nuk është informuar paraprakisht për problemet që i ka pas qoftë vajza ose djali, atëherë nuk është në rregull. Po vajza nuk do me ngaku prindin. Nuk po komunikojnë bashkë hiç. Po ndonjëherë vajzat ose djemt dojnë me kushtimisht me mëshiru prindin që mos m'ia bani bar tjetër. Pra problemet e vogla ndoshta detet mëdha nuk ja tregon për arsye se nuk don i dhimbët nana ose baba me ditë problemin e tij apo të saj. Pastaj kur kërset, domethënë që bë publike më madh. Besëm që raste të tilla ka tepër pak. Që kjo ndjeshmëria emocionale që ti po e përmend. Të gjenerata e mesme jeton ende. Të gjeneratat e reja fatkeqësisht ka nis ndoshta me uvorros. Ma mia ma keq. Nuk është ma keq. Nuk është çështje e ndjeshmërisë. Që po vorroset ndjeshmëria është më keq, emocionet, ndjenjat, dashnia janë çaja që i mbajnë lidhjet gjallë. Ama s'më bë kurban për shkak të nanës së babës. Jo më bë kurban. Kushtimisht kurban. Se ndonjëherë po më duket që abedin po kalojnë apredi diçka tjetër, po në rregull. Kur e kena shkuar të përshfrytëzojmë. Nëse një vajzë nuk i tregon problemet e saj tek prindrit, për shkak që don me ia vrujt ndjeshmërinë, atëherë nuk ish dashur të njëjtin gabim e bë me vllaun, me motrën ose me dikën tjetër. Sepse ato vetëm sa po shkojnë edhe po rriten, edhe po përfundojnë me dhuna të mëdha, qoftë psikologjike, qoftë dhunë fizike, e deri tek vrasjet që nuk janë të rralla në shoqëninë tonë. Domethënë duhet përpara, pavarësisht që kur është bë për hajër një vajzë, pleqët e tonë kanë thonë rob i yti e gjak jemi. Kur i kanë thonë ka që filani me ta lyp qikën. Domethënë, pavarësisht kësaj që është shumë e vrasht, që indirekt ndonjëherë të bën me menu që ti gjithçka bëni po me myt nuk guxon se është gjak jemi. Megjithatë, bija kur ka ardhur në të pame, edhe nana, edhe baba, edhe krejt janë mundu me shiku, domethënë paraqitjen e saj.
me përqjella duket e mërzitur, a është e lumtur, shpeshherë tregojnë gjyshet tona që në mbrëmje kur kanë shku natën me flajt, burrat e vet i kanë pyetur ç'po do këtë breqaja qik, a është e kënaqët, a mos po i bën zullum dikush? Pse se edhe baballarët e kanë pas shqetësimin nasht për fëmijët e tyre. E sot edhe baballarët, edhe nanat sikur e largojnë atë përgjegjësinë e vet karshi fëmijëve. Apo dën qështu, në rregull vazhdo. Jo, nuk është në rregull. Prindi nuk duhet me u dorëzu asnjëherë karshi fëmijës vet. Gjithmonë duhet me qenë i informuar çka po ndodh me çat fëmijë. Natyrisht duhet me ja respektu kufit. Po jo me leju gjithçka me kuptu nashta prej rrjeteve sociale se çka po ndodh me fëmijët tanë. Fundja pse je prind? Po tash një pjesë e madhe bëjnë emër të së drejtës që çika është rritën, djali është rritën edhe ta vendosin vet, ne themi amen. Ndodhë që nuk pajtohet me vendimin e tij apo të saj. Gjithsesi, me vendos vet, kur njeri është i pjekun edhe është i rritun, ajo duhet me qenë e patjetërsueshme. Po para se me vendos, janë disa hapa bre që duhet me i kalu, janë disa çështje që duhet me u diskutu, se martesa nuk është lojë. Nëherë të bëjnë me menu që e kanë marrë martesën si trip. Po martona, po ndana, do me thonë, nuk janë të pjekun, apo din paraprakisht, edhe nuk janë të vetëdijshëm që pikrisht martesa është lidhja më e fuqishme në mes të dy individëve. Mbi bazën e së cilës ndërtohet tani prap institucioni më i rëndësishëm shoqëror. E përgatiten individ për jetë, nuk janë të vetëdijshëm për çfarë. E prind janë ata që i zhdasht me emrime me e baqet përgatitje. Prej momentit kur të lind fëmia, gjatë fazave të rritjes, derisa të përgatitet për jetë, prindi do të me qenë paraprakisht model për fëmijën. Martesa e tyre e prindve do të me qenë model për fëmijët që do të me qenë i martesë në të ardhmen. Shpeshherë kom dëgju që në herë ma lëm për shtypjen që edhe qëtu po qalojmë. Problemet bashkëshortore nuk duhet me u diskutu në prani të fëmijëve. Duhet me urujt maksimalisht asnjë shqetësim mos me enda në prani të prindve, të fëmijëve. Nuk duhet fëmijët asnjëherë me dëgju që në mes të prindërve të tyre ka konflikte. Nëse ne e ofrojmë një model të tillë tek fëmijët e tanë. Në momentin kur ata martohen, kur krijojnë lidhje martësore me të tjerët, ata kanë me mendu që çifti nuk duhet me u grind. Në momentin kur grindën mes veti, mendojnë që aty s'ka dashni. Pse se kanë një model të prindve që kur nuk kanë pas grindje. Edhe ata në momentin e parë janë të gatshëm me undaset në s'ka dashni. Një herë, 2 e 3 grindje edhe në fund përfundojnë. E në anën tjetër në rrethana të tilla qohet mandej nana thot po dhe baba ka vepru kështu ose baba i thot djalit po dhe nana jote shpeshherë u revoltue, ka pas pakënaqësi. Qysh ka me kriju tash perceptimin e pakënaqësive të nanës saj nëse nuk i ka pas njëherë. Nuk po thëm me bos skena në prani të fëmijëve. Disa probleme madhore që munden me qenë në mes të qiftit, që e prishin imazhin qoftë nanës, qoftë babës, nuk duhet më diskutu në prani të prindve. Po çështjet e vogla, edhe disa tema që të reflektojnë me pakënaqësi ose mos pajtime mes prindërve, duhet me u diskutu edhe tek fëmijët. Fëmija duhet me ditë që prindrit e kanë një konflikt caktuar, po mas gjysore bëhet çaji gati, shtrohet çaji, do fara dhe vazhdon muhabeti. Se qenjet njerëzore është e pamundur mos me pas konflikte me njëri tjetrin. Po njeri duhet me u kalit në atë formë që me respektu mendimin e tjetrit, me kuptu tjetrin si qenje njerëzore që mendon ndryshe, vepron ndryshe, ka perceptim ndryshe prej teje për botën. Në momentin kur i ka që to ndryshe prej teje, ç'është po prat mu pajtu me ty në secilën pikë. Do me thonë nëse 2 bashkëshort pajtohen për secilën çështje, kjo do me thonë që ose njani pja bën shumë rrafsh tjetrit, ose nuk gruaja, në shumicën e rasteve, nuk ka energji ma me hyn konflikt me bashkëshortin. Dhe në atë kuptimin që po thot ai qashtu është bërë qashtu vetë që më intereson me. Ndoshta për shkak për me e rujt martesën e vet. Në disa raste është strategji e grave që e përdorin për me rujt martesën e vet. Më bani shumë përshtypje një influencere e huja. Ish gati lirisht mbi 60 vjeçare. Edhe mbaj keni, domethënë një fjalim edhe po thot që u bë shumë trend ta komunikimi i hapur
Tha dhe po thirret shumë në komunikim të hapur bashkëshortor për ta ruajtur martesën. Tha unë mendoj që për ta ruajtur martesën, tha nuk duhet me komuniku fare. Tha nuk është patjetër burri me ditë se çka mendon gruaja për secilën çështje, tha dhe gruaja me ditë çka mendon burri për secilën çështje. Tash, okay, kjo mundet domethënë me tingëllu absurditet, mos me komuniku me njëri tjetrin, edhe natyrisht që është deri diku një lloj absurditeti, se është e pamundur mos me komuniku një çift, po në anën tjetër është një lloj strategjie edhe të bën me mendu që jo për secilën çështje duhet me u konsultu me njëri tjetrin. Ne e dim mendsinë edhe të bashkëshortit gruaja e din, po edhe bashkëshorti e din të gruas. E dim që në do pika të caktuara nuk mundesh betimi me andru mendsinë dikujt që i ka bë 50 vjet. Atash po pritim u revoltu edhe me ndryshu një individ që i kam rigati 50 vjet. Ti nëse dën që ato pika mi pas të forta bashkëshorti yt, mundohu djalit tën mi ja përforcu. Të na është shumë problem me inda ato përgjegjësitë për shembull në familje. Burrat shqiptar, gjenerata e mesme, edhe gjenerata me e vjetër, e kam problem për me inda rolet edhe me marra çdo ditë fshisën e rrymës. Nuk mundesh ti me prit që ata. Ama djalit tënë që e ki dvogël, mundesh me ja mësu edhe me ja përgadit nusës për jetë, që aja mos me pas të njëjtin problem që te e ki sot. Gone, shpesh dëgjojmë fjalën sidomos te gratë, hatri fëmijëve. Pra shumë bashkësi i mbijetojnë krizave për shkak të hatrit fëmijëve. Përmenda fillim tash kurban, pra në favor me bën kurban e fëmijëve. Sa se ja vlen këtë rast në këtë kohë që hatri i fëmijëve për me spina rrugës kushtimisht sepse ata do të qëndrojnë me njërin prind, me i përballu disa kriza në jetën bashkëshortore të cilat janë të pariparueshme ose të pamenaxhueshme për një kohë gjatë, sepse përmendën që ka probleme që pra dite kemi ndryshëm mazit të rregullohet çështja edhe kaq, por janë disa gjëra që ndonjëherë shumë, sidomos mas sa kam informacione, sidomos gratë, hatri fëmijëve, që sot populli përpinë shumë gjëra të poshtë dhe nuk e qesin. Kjo çështje është shumë e ndihshme. Edhe është shumë problem me me dhënë një mendim se sa mendon që e ki mirë, bindesh që e ke pas keq. Dyqysh është ajo farthika me dy teha që ti nuk e din se çka ish dashur me thonë në çat rast caktuar. Veç një gjë e di që nënat shqiptare në momentin kur po mendoj femrat shqiptare, në momentin kur dy vija në test ju dalin edhe din që janë shtatzanë edhe që e presin një fëmijë, komplet ju ndrën mendimi për jetën. Edhe janë gjendje gjithçka me bë për çat fëmijë që e kanë. Edhe për mendimin tem kjo është heroizmi më i madh. Kjo që po thuti me u bë kurban për fëmijë, për mendimin tem është sakrifica më e madhe që një nanë e bën për fëmijët e saj. Po gjithmonë deri në një mos të caktuar. Nuk po them mos më u dhon mundësi bashkëshortëve, veç definitivisht nëse ai me kohë gjatë dëshmon që mundet me qenë bashkëshort jo i mirë. Po nëse është edhe bab jo i mirë, atëherë kjo ngritet në 4 orë, edhe të bën me mendu a me qëndru me qatë individ, a mos me qëndru me qatë individ. Të më thonë edhe nëse në rolin e babës nuk është njeri i duhur, atëherë këtu lëkundën themelet e martesës edhe tjetës bashkëshortore. Ty ashtu tash kësaj pjesën tjetër, që juve që nuk mundet me qenë babi mirë, po mundet me qenë edhe individ toksik që përqujnë, do më thonë, psikologët, i cili i infekton fëmijët edhe i mëson fëmijët me gjana që nuk janë të mira. Do më thonë, mundet me u bë shkak me ta deviju edhe fëmijën tonë. E në rastet të tilla, atëherë përveç divorcit, pavarësisht që unë që e shoh si, do më thonë, zgjedhjen e fundit, kur hargjohen krejt mekanizmat, po kjo që ndron edhe në aspektin fetar, do më thonë, prej gjërave të lejume, është e vetmja që, do më thonë, është e urrejtun, po megjithatë, kur nuk ka njëri alternativ tjetër, ka gra që hargjohen të mundu me rujt familjen.
Edhe në fund e shohin që me një individ të atill nuk mundet me ecë njeri, nuk funksionon martesa, sepse e masin e atë peshorën kur dami është më i madh se dobia. E në momentin kur në një lidhje martesore dami është më i madh se dobia, atëherë zgjedhja fatkeqësisht është ndarja, edhe asnjë grua nuk është dashur me u bë kurban i fëmijëve. Në këtë rast është me u bë kurban i fëmijëve tu u nda ndoshta prej babës fëmijëve. Fatkeqësisht modelet e tilla jo pak, po kogja kemi në shoqërinë. Një prej problemeve të bashkëshorteve të rinj është që po kërkojnë një lloj pavarësie. Ç'ke pavarësi po kuptohet që du me jetu veç me burr ose me gru, me fëmijë dhe pa nanë dhe babë ose pa vjehri. Ndërkaq që dikur, pra nuk e kemi mbushur shumë të ftymë, po e kemi përjetu paka shumë familjet e mëdhaja që kanë mbjetu që të një krizave. Sot, qysh muajin e parë të martesës, ose para se më martu, bëjmë planin se qysh me jetu vetëm. A është e drejtë që kërkesat e çifteve të reja mu pavarësu qysh hala patentu me jetu bashkë me vjehrin? Një për probleme kryesore të shqiptarët. Unë nuk po mendoj që kjo është problem, ne. Kjo është vëdisim i shoqërisë. Ti po i përmend që çiftet e reja nuk janë të interesuar me jetu me prind, po unë mendoj që edhe prindrit tash nuk janë të interesuar shumë me jetu me çiftet e reja. Do të thonë kjo të bën me kuptuar që na si shoqëri. Po imponohet, ai pesë që rrethit që është po shkon situata ku edhe në favor dashë pa dashë, po pajtohet që me jetu vet. Na duhet me përgatit individ që janë të gatshëm me jetu vet. Se është vështirë me jetu vet. Nuk është e lehtë. Sot na nuk të rralla janë ato çifte e që i kisha përgëzu nëse mrin me jetu vet në një moshë të re, me jetu e me mbjetu e me mbajt familje edhe me bo shtëpi vet. Do më thonë kjo është arritje, sidomos në kohët sotit që po sfidohemi. Pse kanë nejt bashk? Për shkak të faktorit ekonomik. Edhe me dasht me jetu vet nuk kanë pas mundësi. As familja nuk ka pas mundësi me ja bën një shtëpi, po as çifti nuk ka pas mundësi me e mbajt vetveten. Na jemi dëshmitar, do më thonë, të rasteve dikur në familjet patriarkale është revoltu, për shembull, kur e bën një studim gjatë studimeve, ku bën një intervistë me një plak, pikërisht do të thonë për çto raportet familjare në familjen patriarkale, edhe tregoj që çu vllai i madh i ka marrë fëmijët nusën për shkak të probleme që kanë pasur gratë mes vete, edhe është nda. Nda 5 ditë, mas 5 dite u kthy prap. Nuk pas na mundësi me majt fëmijët vet. Do më thonë, ka nejt bashk prej nevojës që e kanë pas për me mbështet një tjetrin, që ka arë si rezultat i faktorit, do më thonë, ekonomik. Jo pse kanë dasht me jetu bashk. Do më thonë, gjithmonë po flasim nëse prindrit janë të shëndetshëm, janë të ri edhe kanë mundësi me jetu vetë. Për shembull, ne kam djalin 16 vjetë. Mas 3 vjetë mundet me marrë një nuse, ose 4 vjetë. Për mu, i shkon shumë qef nëse ai kishë më rri me ndërtu jetën e vetë. Sa do që unë kam dëshira i me studiu, e me pas një profesion të mirë, po unë mendoj që prind janë aty për me e mbështet fëmin. Jo për me qenë penges. Mi caktu kufit me një tjetrin, njeri do të me qenë aty kur prindi ka nevoj. Po edhe nëse nuset e reja kërkojnë me jetu vetë, nuk janë të e kërku fundin e botës. Secili burr e ka obligim bashkëshortës me asiguru një shtëpinë të cilën jeton. Ata që jetojnë bashkarisht, veç mas nëse prind janë të më shumë, vjehrit janë të më shumë, natyrisht që për secilin për kujdesje, edhe shpërblehesht të Zoti, për dhe është një lloj që na si popull e themi njerëzillaki. Edhe nëse prindi ka nevojë, natyrisht që as vajza, as djali, cili do që ka mundësi, dohet me u përkujdes. Po nëse po kërkohet kjo privatësi, edhe munden me jetu, atëherë duhet me kuptu si një diçka të natyrshme. Që të lindin ato konfliktet shpesh herë në mes të resë dhe vjerës. Pse vjera shihet si problem? Jo, nuk shihet veç vjera si problem, edhe nusja shihet si problem. Të dyja shihen si problem. Të kujtohet Qumili që ka pas humorin kjo do me thonë e famshme, o për bedin shumë e kanë citu njerëzit. Kër e lujke rolin e dadës Zibath, kur jam konë me dadën e re, vjerat jenë konë të këshia,
E tash që u bona vjerë, reja aty në bo, pëndrën, dhe më thonë, në cilin të pozicion që jetë, pozita tjetër do këtë sfiduse. A më në fakt, kjo është një, edhe beso që nuk ndodhë veç shoqërinë tonë. Ndodhë edhe në shoqëritë e zhvilluara, në shoqëritë demokratike, po ata kanë kontakt ma pak. Jo, ata kanë kontakt ma pak vjera me nusët edhe kur ma pak kontakt me natyrisht që ki ma pak konflikte. Për ndryshe të nënat shqiptare është edhe me e theksume, edhe të nusët shqiptare, edhe për faktin që na si nana jena të ndërtume në qatë formë që fëmin tonë e shohim si perfekcion. Edhe piktuit bëra na ja thonja që nuse për djallë temin s'ka. E në momentin kur te përgatit vetën, bile shpesherë dhe ja vëthejmë djemve në mënyrë të pavedishme. Qoftë kër i përqafojmë, qoftë kër veshën bukur edhe dalin për shkollë ose për punë, dhe e ku me gjithë nuse për këtë djallë? Në më thëmë kujtohet gjyshja e shpisë, kër nësë ke vlau për fakultetike, e ku ka me pas nuse për këtë djallë? Do më thonë tash edhe djallit indirekt i hindru që unë do të me marrë dikon në atë kuptimin jashtë toksor prej të mirave, se e meritaj, po këto lidhet e me pritshmërit e vjerës karshinusës. Edhe në momentin kur vjera i ka pritshmërit e mdhaja, se djallin e shesi ma të bukurin botë dhe ma të mirin univers, ajo ka me prit një nuse për djallit vetin pa të meta, se nuk është në gjendje me apo minusat ose të metat të djallit vetë. Edhe kur e pret një nuse perfekte, perfekcioni nuk eksiston. Veç në gjenet hyria, që mujnë në kanë perfekte s'ka. Edhe normal që i shfaq pak knaqësi. Kur shfaq pak knaqësi, sidomos të rejat e sodit nuk janë në gjendje me përbima qysh kanë përbi gjeneratat e tona. Kjo po shifët nga rejat e sodit, po thënë ti, po shifët si lloj xhelozia për vjerës. Po xhelozon, këtë rast kush xhelozon më shumë? Sepse nana në farforme po xhelozon për shkak se djali po i ndahet 50-50, të paktën nuk ka më ndorë që ka pas dikur. Ja, kjo është që në varet krejt njeri sa është i përgaditun vetë në aspektin, qësh me thonë, në aspektin emocional, në aspektin shpirtëror, në aspektin intelektual. Çka po i bën përbashkët vjerën edhe nusën? Jo, në shumë raste bëhen të përbashkëta. Edhe kalojnë shumë të tjera janë që nxjerrin konflikte. Unë nuk mendoj që e kanë çështjet rivalitetit, po fatkeqësisht trejat hinë martesë pa u përgadit mjaftueshëm, se fundja nusja është ajo që shkon në shtëpinë e vjerës, në shtëpinë e djalit. Edhe vjerat kryesisht e kanë një moshë caktuar dhe presin pak më shumë respekt për gjeneratave të reja. Trejat sot që ka thonë një plak po shkojnë me kallash, domethënë shtëpi burrit. Çfarë është respekt për ty për vjerën? Çka është respekt? Respekt është edhe nëse vjera ja huq në rastet caktuar. Edhe ti me fal. Jo me fal, po me kuptu. Respekt është me ditë që burri yt për vjerën është njeri më i rëndësishëm në rrezullin toksor. Nuk ka njeri më të rëndësishëm. Edhe ajo në momentin kur t'jep qoftë referenca, qoftë të këshillon, po ka edhe vjera tjera që kritikojnë, ti me e kuptu si një diçka që po pret ajo me ndryshuti për të mirë për hatër të djalit. Respekt për vjerën është mja bëni kafe, mja respektu mendimin, mos mja ofendu djalin në pranit të saj. Kjo është goditja më e fuqishme që e marrin vjerat. Sepse ne jemi nanat atilla që djali 30 vjet hala ka nana në shoqërinë tonë që ja qet kpucat të dera. Prej përkushtimit, po edhe dashnisë që ka për djalin. Tash imagjinoje më tarë një nusë edhe mi ja bëni kërkesë burrit në shtyt qasaj vjere. Më thonë, pra ta është e ronë. Të në këpucat ja kom qitë të dera, kjo zoja, për thotë bënë ma një kafe. Dhe më thonë, e kanë fështirë me e kuptu. Ta është se cila nuse e meqme, e blenë mentalitetin e vjerës, që ka mendësin e vjerës, edhe po menoj që nuk është një diqka e parretshme bre. Ku jemi te kultura, tradita, ndryshimet, cilat pra në Kosovë ka zakone ndryshme, nëse referohemi Dragashit, për shembull Prishtinës, ku diune. Këto herë janë që ndikojnë në raporte bashkërtore dhe tek raportet mes vjerës dhe nusës apo rejes. Sa ndikon këtë rast kultura, tradita që një çift më kanë më i përshtatshëm,
Madje kena pas ka raste që thotë nuk mund të marrën një të Dragash për shembull ose të Gjilani sepse nuk na përshtat. I kanë disa dete që të popullit që nuk na përshtaten. Për shembull të puna adokatit i kanë të opealit ma theksume. Natyrisht që ndikon tepër shumë, sado që duket që na si shoqëri jemi një brëm. Megjithatë, do të thonë prej rajonit në rajon, po besa edhe prej familjes në familje, do të thonë dallojnë ato vlerat kulturore, do të thonë që i kanë. Edhe kodin e sjelljes që një familje e ka dallon prej familjes tjetër. Edhe natyrisht që për shembull kur martohesh prej një rajoni, në rajonin tjetër është ndryshim i madh kulturor dhe ti kimë mbet të mendu që është më sjell. Për shembull, nëse për një familje tash kushtimisht po them, duke qenë se jam vetë e Vitis, nana morav, lidhjet farefisnore janë shumë të fuqishme. Do të thonë me axhallart, me dajat, me tezet, me hallat, me dajt e babës, dajt e gjyshit, ndoshta do të thonë është një farë zinxhiri që respektohet shumë. Tash për shembull, një vajzë e anamoravës. Kur e kemi pas një studim prej fakultetit në sociologji, në një punim seminarik, një vajzë e martuar prej një fshati të Ferizajit në një fshat të Malishevës. Do të thonë, lidhjet farefisnore thash respektohen, është ajo lidhja me një tjetrin, nëse një nuse është në borë, edhe hynë qoftë një musafer, qoftë dikush në borë, ajo duhet me përshëndet, a u lëdhët si jeni ajni mirë, dhe më thonë të paktën qështu që ndrënë dhe qështu e përshkruj ka janë në intervistën e saj, kur e morëm na, edhe të regoj ke qysh të njëjtën sjellje ka bo edhe në një fshat të Malishevës. Ka hy dikush, ka trokit nderë, një burë, edhe kjo ka përshëndet, a u lëdhët si jeni kush po ju duhet, edhe në regull jemi. Kur ka hyrë brenda ju ka tregu që ka ardhur një musafir dhe po kërkon dikon, do të thonë aty është nxit një debat e një konflikt që ka mundësi nusja e re veç sa ka ardhur, i ke fol, o dosht me himrena, me tregu që është dikush të thirr nder. Do të thonë një kontrast i fuqishëm sa e shpjegoj ke qysh është ndje e kompleksuar për secilën lëvizje që e ka bën. Madje pa të përshkruar një detaj, thotë i shkun qebët prej terasës, dhe nuk kom pas mundësi unë mësu dhe të familjen teme me i përshëndet gratë e axhallarëve, gratë e mahallës, dhe t'i këshysh ato të punu nara, unë e kthesha kokën knejse, marrë ke marrë mësë me përshëndet, a me përshëndet nuk bëjke se nëske konfliktin shpe, ka e ke përshëndet i për terasës. Do më thonë këtë e ndryshime kulturore mbranda shtetit tonë të vogël. Do më thonë e njëjta sjellje për një rajon, është turp nëse nuk veprohet, në rajonin tjetër është turp nëse veprohet. E në rastet të tilla natyrisht që çifti ka me pas probleme. Po tash kohëve të fundit natyrisht që këto zbehen interneti, të botën përshëndron një fshat global, jo vetëm Kosovën. Ata me që jemi ka funi nga Nemete, të rinjët zakonisht dëgjojmë që thotë mjafton pra një çift me pas dashni për njëri tjetrin dhe kaq menaxhor probleme tjera. A mjaftohet dashuria për këtë çdo probleme? Se thotë unë dua dhe s'm intereson kurrë. Mandej ta duhen të jo martohen por ta linin çdo far probleme që s'pi menaxhoj ka dashnia. Kur i bëj urimet e martesës, unë kur të mbjen me shku te dikush dhe m'ja uru martesën, e thëmë Zoti ja vrujt dashnin, mirë kuptimin, edhe ja fshtoft sabrin ka funi. Dhe më thonë edhe martesa i ka do fazat veta. Natyrisht që për me hynë martes, dohet me pas dashni. Se nëse nuk është një kimie për bashkët që tërheq një tjetrin, atëherë aty nuk mundet me pas lidhje. Po dashnia nuk është një vetëm por dashnia do të thonë nuk mjafton për me qëndru një lidhje martesore, për me vazhdu qëndrueshëm një lidhje martesore. Do të thonë ka edhe hizmete tjera që njeriu duhet mi bë. Nuk mjafton veç unë e pedu edhe gjithçka në rregull është. Do të më pa përveç që pedon, çfarë personaliteti ka çaj njeri që ti pedon. Do të është problemi të konceptit të dashurisë, çfarë profesioni që çaj djalë ka ose çaj grua ka, çfarë mendime ka për çështje të caktuara. Do të thonë njeriu duhet më u mundu të ri, duhet më u mundu me u dashuru në personalitetin e njeriut, jo në pamjen e njeriut. Se për ndryshe mandej janë
të gjitha qëto rezultat i qësaj lidhjes po më pëlqen edhe u kry muhabeti. Do më thonë nuk është ajo dashuria në shikim të parë, është vetëm për filma. Në botën reale nuk ekziston. Edhe nuk do të më ra kërkush prej e qasaj dashnis në shikim të parë. Bile une, mendoj që të e pa gjendjen të ren, të e pa numrin e divorceve, të e pa numrin e viktimave të dhunës familjare, të e pa numrin e familjeve që janë në kriza për divorc, qaq shumë rritët dita ditës, sa e kisha bo me ligj të rritë, me i vu në trajnime, ka 6 muaj ditë për mi përgatit për martesë. Për ndryshe nuk ja kisha nënshkru aktin e martesës, nuk i kisha lënë më martu. Nëse një i ri nuk din me menagju stresin, nuk din me menagju nervozën, nuk din me mojt përgjegjësi që është në lidhje me dikanin, do të thonë individi do të më përgatit për martesë, jo me po martesën hajgare. Veç po kam qef u martu edhe u kry. Po martohesh, po ka fmi, tani po ndana se nuk po më përshtatët. Po mirë, ku kjeti para se me u martu? A me ndove para se me kriju një lidhje martesore? Tash nuk po të përshtatet mas 2 vjetë që tu ka bon një fmi 1 vjetë edhe që i bartë krejt pasojat e mungesës të pjekuris të anë. Nashta isha e vrasht pak në disa qasje, po ja që kjo është galimit ademi në ty që në kumë ndru. Tërgone kena shumë pyte rreth kësaj teme që është shumë e gjërë dhe ka me qenë se tash më problemet në këtë kohën modern janë të shumë ta, por ka që kishë kohë, për shpesojmë që e kena më taku prapë. Me të tu tema më ndryshe. Faleminderit shumë. Allah të shpërbleft, inshallah këna mëri diçka me ba. Diçka. Të ndruar me stratejisë, këto është fundi për sot, takohemi nesër dhe atëherë me mbesh. Kush janë ekspertët që